2015 nuk ka qenë një vit i thjeshtë për 24 herë kampionët e Shqipërisë. Skuadra më e titulluar në vend nuk fitoi dot asnjë trofe dhe nuk siguroi pjesëmarrje në Kupat e Evropës. Ndërkohë që një pjesë e mirë e tifozërisë u ankuan se në 4 derbi të luajtura në këtë vit kalendarik, skuadra humbi 2 dhe barazoi 2, duke mos kënaqur të paktën egot personale ndaj rivalëve të përjetshëm. Sezoni në vijim me sipër ka pasur oscilacione konkrete. Në 18 javë në stol janë ulur 2 trajnerë, janë grumbulluar 29 pikë. Për momentin në renditje gjenden në vendin e 4, 14 pikë larg kryesuesve të Skënderbeut. Presidenti Halili shpjegon 2 fazat e para të këtij kampionati. Në momentin kur kemi bërë marrëveshje me trajnerin Muça, kam besuar shumë që ke aftësitë e tij, prandaj nënshkrova edhe një kontratë afatgjate dhe kuptoj derisa bëra një kontratë afatgjatë, pra qëllimi im ishte që të vazhdonte, kisha besim, më thonë që ekipi do ecte para. Fati nuk desh edhe detyrohemi për rezultate të dobta, vendosëm që të bëjmë një ndalim të drejtimit të trajnerit Muça për ekipin e parë, ku pastaj Muça nuk u paraqit më, nuk kërkoi të bizetonim edhe të vazhdonim, ndoshta edhe për të qenë pjesë e drejtimit të skuadrave të tjera, apo për të qenë pjesë e klubit të Tiranës. Me ardhin e Dajës, kuptohet që ka pasur një farë ndryshimi, kjo shikohet edhe është e dukshme, dhe vetë trajneri Daja ka edhe ai besimin te grupi që drejton, që ne mund të shkojmë drejt atyre objektive që kemi thënë që në fillim të kampionatit. Pavarësisht bilancit të përgjithshëm të 2 fazave, mbërritja në pankinë e Dajës përkoi me një rritje të pikëve të grumbulluara dhe sidomos në 10 javët e fundit në kampionat, kjo skuadër mund të krenohet sepse nëse realizon një renditje virtuale, e gjen veten në vendin e dytë. Përpos efektit pozitiv, i duhet dhënë një shpjegim faktit që në këtë periudhë skuadra ka fituar shpesh jashtë fushë, si në Vlorë, Ballsha apo Kukës, por ka dështuar në kryeqytet ndaj Skënderbeut, Partizanit dhe Vllaznisë. Kemi rikuperuar edhe në tabelën e klasifikimit, kemi bërë shumë mirë në fazën e mbrojtjes, kemi pas probleme në fazën e sulmit për vetë barazimet që kemi marrë, por që mendoj që duke pasur dhe një kontingjent limituar për shkak të shumë lojtarëve që kanë qenë të dëmtuar, besoj që kemi bërë mirë, por kemi bërë minimalen për ato objektiva që Tirana ka qenë një presion jo direkt, por pritshmëria që tifozët tonë kanë, që gjej rastin që ato janë më mirë nga të gjithë, janë, po themi, në vend parë dhe është një shembull për t'i ndjekur, sepse gjatë gjithë kohës kemi pasur suportin e tyre, qoftë brenda, qoftë jashtë, por në thonjza një presion, apo pritshmëri më mirë se sa presion, do të thoja që ka bërë që neve të mos jemi të durueshëm në ndërtimin e aksioneve sulmuese, por ta kërkojmë golin ndoshta edhe jo me logjikën e drejtë të ndërtimit të fazës sulme. Projekti teknik për vitin 2016 bazohet te trajneri. Puna e tij deri në këto momente i ka tejkaluar parashikimet dhe pritshmëritë. Rezultati që kanë bërë presidentin të reflektojë për të ardhmen. Shumë shpejt, ndoshta brenda një muajit ne do të fillojmë dhe do të punojmë për ato çfarë duam të marrim për vitin e ardhshëm që dikujt i përfundon kontrata, dhe gjithashtu fillimin e kësaj do ta fillojmë direkt me trajnerin Daja, ku do të nënshkruajmë një kontratë. Çfarë do lloj rezultatesh të ketë, domethënë ekipi i Tiranës, ne do të shkruajmë një kontratë që këtu do të fillojë domethënë bashkëpunimi për sezonin e ardhshëm që bie 2016-2017. Nuk kam diskutuar ndonjëherë kozjatën e kontratës, sepse jam nga ato trajnerë që më mban në qëndrimin në një ekip është i lidhur me rezultatet dhe me punën që bëj unë bashkë me grupin. Kjo i takon drejtuesve të Tiranës, por që për mua nuk është një problem në zgjatja e kontratës, por është problemi që të arrijmë objektivat që kemi në këtë sezon. Nuk kanë ndërhyrë dhe në këtë drejtim kanë punuar shumë i qetë. Por dihet edhe fakti që unë jam nga ato trajnerë që nuk le hapësirë për ndërhyrje. Kjo është një skuadër e mësuar të fitojë gjithnjë, por duhet të ketë një arsye se pse ka 4 vite që nuk gjitet në podiumin e titullit ose të paktën të Kupës së Shqipërisë. Ndryshimi i administrimit, forcimi i kundërshtarëve dhe sidomos shuma e madhe e borxheve të së shkuarës e detyron klubin të jetë me këmbë në tokë për sa i përket objektivave sportiv. Duhet të punojmë për të kapur vendin e parë që të arrishet kapësh Kupat e Europës.
Por kampionati është i gjatë, unë besoj, nuk jam i lejthitur, por kam besim ke grupi që në qoftë se do të jemi të kujdesshëm dhe të marrim ndeshjet një nga një, do shikojmë që ne do të jemi jo këtu ku jemi sot, por do të jemi edhe më lart për vetë financimin që ka klubi dhe për vetë kontingentin e futbollistëve që ka. Objektivi i klubit është dalja në kompeticionet europiane, qoftë duke zënë 3 vendet e parë në kampionat, qoftë një rrugë tjetër është edhe Kupa e Shqipërisë. Krahas objektivave konkret në lidhje me rezultatet e pritshme, presidenti dhe trajneri kanë vendosur që në këtë vit kalendarik t'japin përparësi sektorit të rinjve. Përveç objektivit afatshkurtër që është dalja në Kupat e Europës, projekti i drejtuesve të klubit, ku sigurisht që titullari presidenti është që për të pasur një Tiranë në vazhdimsi me element të dal nga akademia. Drejtuesit e Tiranës kanë qenë të vendosur që investimet në infrastrukturë dhe në stadium të vazhdojnë dhe gjatë këtij viti, ndërkohë që paralelisht ata do të ndiheshin të lumtur nëse të gjitha borxhet e së shkuarës të zeroheshin brenda 2016-s. Deri tani janë shlyer vetëm 70% e borxheve, por sipas drejtuesve, vetëm duke pastruar situatën financiare, klubi do ndihet komod dhe do t'jap kolpën përfundimtare me objektivin titull për 2016-2017. Klubi vazhdon akoma, kalon si thuash vështirësira shumë të mëdha, kuptohet që trashëgojmë edhe jemi të detyruar që të vazhdojmë të punojmë në drejtimin e sistemimeve të borxheve, të cilët janë shumë të rëndësishëm, por që nuk është e lehtë, është paksa e vështirë sepse shumat janë paksa të majme. Unë jam optimist dhe kjo kërkon pak durim, kërkon kujdes, të bëhet një menaxhim shumë i kujdesshëm për të sistemuar të gjitha dhe për t'i bërë ato gradualisht dhe për t'i çuar drejt të zeros. Mes një situate jo fort të këndshme nga pikpamja e rezultateve sportive, investimeve që janë në një fazë që kanë nevojë realisht për financa, borxheve të së shkuarës që duhen mbyllur dhe përpjekjeve deri tani të pjetshme për të ndërtuar struktura të një klubi elitar, është e pashmangshme të mos krijohen polemika, debate apo dhe konflikte. Gilberto dhe Frashëri kanë akuzuar klubin për mos korrektësi. Kola dhe Nalbani kanë trazuar ujërat në deklaratat e tyre në shtyp. Do ishte mirë që një ditë t'i merrshim ne vetë si klubet t'ia çonim me një kaset, domethënë të gjitha golat që Frashëri i ka, si thush, kanë hyrë në portën tonë të gola në ndeshjet që ai din vetë dhe i dini edhe ju se në çfarë ndeshje, është shumë interesante që ajo ka ndodhur vetëm në 2-3 ekipe. Unë kam qenë shumë i kujdesshëm, nuk kam folur asnjë fjalë, nuk i kam thënë asgjë. Unë them që edhe portieri Neuer me qenë në qoftë se do të hajë ato gola, e kupton, me një herë trajneri do ta uli në stol. Shiko, të them drejtën, kam dëgjuar që domethënë edhe me shumë respekt flas si ish legjende e klubit Tiranës Agustini, kam dëgjuar që thotë unë nuk kam thënë ato llafe. Në Albani thotë që aty futet me miq, unë e di që neve nuk kena marrë futbollist me mik aty që loz tek ekipi jonë. Ndoshta nëse ka, nuk ka as problem, mund të ma thonë edhe, ta themi edhe publikisht, por e di që në 18-shën, në 20-shën tonë, e kupto, apo 22-shën është një grup futbollistët të cilët ju e keni parë se kush janë, dihet domethënë se kush janë. Kështu që nuk ka se dëmtojmë veten tonë, nëse neve do të marrim futbollistë me miq. Trajneri preferon të jetë izoluar nga këto polemika dhe shqetësimi i tij kryesor është që grupi aktual së bashku me afrimet e dy lojtarëve brazilian të jetë i gatshëm për të kontribuar për rifillimin e këtij edicioni, duke nisur nga ndeshja e radhës që do zhvillohet në Vlorë, e vlefshme për çerek-finalen e parë të Kupës së Shqipërisë, ndeshje që do të luhet të dielën në 17:00. Mendojmë që këtë javë futemi në atë mikrociklin e kampionatit në mënyrë që ndeshja me Vlorën na gjejë në një formë sa më të mirë që të jetë mundur, meqense është edhe objektiv edhe fitimi i kupës. Kemi bërë një markato jo shumë të madhe, domethënë në numër, po të kufizuar dhe besojmë që do të ecim drejt atij objektivi që ne kemi thënë që në fillim kampionat. Ekziston një aksion në futboll se trajneri nuk duhet të ndikohet për zgjedhjet e tij nga emri apo mbiemri i askujt, por ndonjëherë, sidomos mbiemri, mund të ndikojë për lojtarin, trajnerin dhe madje edhe për vetë klubin. Halili jo ai zyrave por ai fushës,
ka shënuar 3 gola në 3 miqësoret e këtij janari. Presidenti i klubit nuk është në një pozitë të thjeshtë. Kur po vinte nga Fieri më tha, kam bërë gol, tha nuk e di sa është premja, duke bërë një shaka. Unë i them që sa përfundoi ndeshja edhe ai më tha 4-2, humbëm. I thash të gjithë keni gjoba. E përgëzoj, kam besim që me regjimin që mban dhe me stërvitin që ai do të bëjë me stafin që ne po kemi, them që do të eci para, po të eci do jetë mirë. Pastaj për alos aslos të jeni të bindur, do më thonë, në qoftë se dua t'i them trajnerët e dua në fush, 20 minuta do gaboj rënd. Në dekadën e fundit Tirana ende nuk ka fituar një titull kampion dhe me kaq shumë problematik në tranzicion e sipër, ndoshta difuzi i saj duhet të jetë më i duruar dhe më i kuptueshëm. Me ndërtimin e stadiumit që ne kemi bërë, po vazhdojmë të vendosim, do më thonë, që të pritem biletat online apo ku diun me gjithë sistemet që sot, do më thonë, njihen. Së shpejti do të kemi edhe ndriçimin. Ky ndriçim shumë shpejt do të jetë, do më thonë, në funksion. Kjo është prapë një investim shumë i mirë dhe shumë i këndshëm për klubin ton. Pra stadiumi jon shkon edhe drejt dëshirës që kemi të gjithë neve që ndeshjet t'i shohim në darkë, sepse gjatë ditës jemi edhe në përpuna. Dhe përfitojmë nga rasti që me tifozat do të bëjmë përpjekjet maksimale, kurse për sa i përket, do më thënë, futjes në stadium, shumë shpejt do të bëjmë një gjë që neve do të punojmë, të shkojmë drejt antarësimit, ku drejt asaj që thamë, do më thënë, duke bërë me karta. Trofeu në fjalë është titulli i kampionatit të parë të zhvilluar në Shqipëri, ndërkohë që kjo kupë përkon me titullin e fundit të fituar në sezonin 2008-2009. Për momentin Tirana nuk është më skuadra më e mirë në vend dhe 2016 me siguri duhet të shërbejë si një tjetër hap për rikthimin e një skuadre dominuese. Rezultate teknike, infrastrukturë, zhvillimi i akademisë, mbyllja e borxheve të së shkuarës dhe gjetja e burimeve të reja financiare për të mos krijuar probleme në garë sipër. Sa shumë sfida për 24 herë kampionët. Rishihemi në janarin e ardhshëm dhe shohim çfarë kanë thënë dhe çfarë kanë bërë.